A ka vërtet doktoresh një lidhje reale mes temperaturave të larta dhe përkeqësimit të gjendjes mendore të njerëzit? Domethënë, çfarë ndodh në trurin ton me rritjen e temperaturave gjatë vapës? Po, ke të drejtë. Është gjetur në studime të shumta, është gjetur një korelacion ndërmjet temperaturave të larta, valve të larta të nxehtit dhe çrregullimeve dhe problemeve të shëndetit mendor. Është e vërtetë që jep vapa dhe të nxehtit jep një ndryshim të madh në sistemin nervor, sepse jep një lloj disbalancimi në nivelin e neurotransmetuesve. Në përmirëqenien tonë ekzistojnë neurotransmetues në tru, siç është adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina. Këto janë disa neurotransmetues të cilët ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes emocionale dhe rregullimin e humorit. Është pikërisht ndikimi i valve të nxehtit dhe temperaturave të larta në disbalancin e këtyre neurotransmetuesve. Për shembull, në nivelin e serotoninës, ato shkaktojnë ulje të nivelit të hormoneve të serotoninës, që është një hormon ose neurotransmetues shumë i rëndësishëm për mirëqenien dhe humorin e mirë. Ndërkohë, temperaturat e larta mund të ndikojnë në një rritje të përkohshme të nivelit të dopaminës në tru dhe kjo rritje mund të shkaktojë një lloj irritabiliteti, zemërim, shpërthime impulsive të nervozizmit, një prirje për të qenë më konfliktuale dhe më grindavec në thonjza. Krahas ndryshimit nivelit të dopaminës ndodh edhe një nxitje e sistemit simpatik, i themi ne. Sistemi simpatik prodhon hormone të tilla siç është adrenalina, noradrenalina, të cilat janë të nevojshme për në disa momente, sepse është ai fenomeni lufto dhe vrapo, mirëpo shtimi i nivelit të këtyre mund të çojë në një lloj ankthi edhe gjendje agitimi edhe nervozizmi. Në përgjithësi, të nxehtit edhe temperaturat e larta ndikojnë në përkeqësimin e gjendjeve emocionale, në rritjen e depresionit dhe të anktheve në përgjithësi, shtimin e tyre, mund të ndikojë në çrregullime bipolare në persona të cilët vuajnë nga çrregullime të humorit me dy pole, mund të shkaktojë eksacerbim të gjendjeve maniakale ose të gjendjeve depresive, po kështu në pacientët që vuajnë nga skizofrenia të vallaje të nxehtit mund të shkaktojë edhe përkeqësim të gjendjes së tyre, thellim të gjendjes së psikozës, me thellim të deluzioneve, të halucinacioneve dhe të sjelljeve të papërshtatshme ose të jo balancuara. Tani, përveç kësaj është një problem tjetër që temperaturat e larta mund të ndikojnë edhe në çrregullimet e gjumit, sepse një gjumë jo i përshtatshëm, jo i mirë mund të ndikojë